Këndi fjalës se Edi Rama zhvilloi në Kavaj u kthye gati në një mbrojtje publike të punës së kryebashkiakut Elvis Roshi. Duke filluar nga çlirimi që tha se u ka sjell grave të qytetit. Kur vinim këtu, takoheshim me një grusht burrash dhe kisha pa ndonjëherë gra dhe vajza në takimet tona këtu nga Kavaj. Ndërkohë që sot, ndryshimi më i madh që ka ndodhur nga para dhe herë të tjera është që si rrallë në qytete të tjera, këtu ka një përfshirje shumë madhe të grave dhe të vajzave. Dhe kjo është shprehje kuptimplote e një çlirimi të madh që ka ndodhur brenda shoqërisë edhe brenda komunitetit. Mes politikanit dhe psikologut, Rama tha se me Roshin në krye, kavajasit buzëqeshin më shumë. Po këtu kaloshe, këtu shifshe një fytyrë të qesh. Edhe më bënde shumë përshtypje, thosha, po mirë, këta votojnë atje me dy gishta lart dhe të shqeshin. Shifshe një të qesh. Rrishin gjithë në trotuar, kalonë makina, shifshin makinën dhe vështrimi humë, se ku e kishin menin. Sot ka tjetër situatë nga ana psikologjike e qytetit. Lideri socialist premtoi një plan të ri për sheshin qendror të qytetit që nis me eliminimin e monumentit të demokracisë. Ato dy gishtat e Qencaliut. Ta bëjmë një shesh. E kemi atë plan, do t'i marrim dhe e çojmë t'i veja duke lulisht e PD-s. Po e lanë edhe atje t'i vej, se masi t'humi ku që di se qa si ndodh. Po nuk kanë si t'i vej ku t'doj. Ose t'i bëjnë si muri Berlinit t'i thynë dhe t'i marrin se cilin për shtëpia nga i copë. Të moshuarve, Rama u premtoi ilaçe me çmim më të ulët sa i aplikuar në vendin e prodhimit. Ne nuk do lejojmë asnjë ilaç në Shqipëri që të shitet më shtrenjtë se sa atje ku e blejnë. Sepse ka ardhur puna këtu që ilaçet kushtojnë më lirë në Itali se në Shqipëri. Saliu thotë që kështu duhet të jetë se jemi vend më i përparuar se Italia. Po ne mendojmë që kjo nuk është e vërtetë dhe ne ilaçet do t'i shesim, do të shiten ilaçet, do ta kontrollojmë dhe nuk do lejojmë të shiten më shtrenjtë se vendet e origjinës. Ndërsa për të rinj që duan të japin kontributin e tyre në shoqëri, tha se do të krijojë korpusin e të rinjve, ku çdo kush mund të angazhohet në shërbime sociale për komunitetin.